por e kemi keq përdorus të rrugës për mendimin tim në Shqipëri. Se unë vërej domethënë që kur ne dalim në pikat kufitare, drejt Greqisë, Maqedonisë, Malitëzi, duket sikur bëhemi më të ndërgjegjshëm në raport me shpejtësinë, në raport me shenjat e çakullimit e me shumë gjëra të tjera. Pra, neve burrohemi, trimërohemi këtu kur vim dhe dalim përtej vetes, sepse këtu nuk është problemi vetëm e atij zotërisë aty që bëri një krim të rënd. Ti e shef problematikën në Tiranë çdo ditë. Me njerëz domethënë që sa del semafori kuq, po pritet se ke 15 makina përpara. Pra, edukimin e shoqërisë e diskutojmë pak më vonë. Më ndal pak këtu, nëse sot e kemi dënimin për vdekjen e një personi në aksident nga 2 deri në 10 vite, ajo që thot qeveria thot ne do ta çojmë nga 5, tavani nuk e di sa mund të jetë, po 5. Po ta kthem ndryshe unë. Po. E zëm se do kishte qenë kështu që thua ti. Do kishte ndodhur apo nuk do kishte ndodhur nga njëjti person e njëjta gjë? Unë them që po, më burr. Sepse atë nuk është se e ka bërë a dënoheshe 2 apo dënoheshe 1 apo dënoheshe 0 apo dënoheshe 10 vjet. Ai e tillë është. Problemi qëndron pse ky person që është kapur 1 herë, 2 herë, 3 herë, pra është recidivist në të njëjtën vepër penale, është me patent. Ky s'do të kishte patent fare. Do thuash ti po të mos kishte patent, ai prapë mund të dilte pa patent. Dhe kjo është tjetër histori. Po minimalisht ti heq aktat administrative. Po. Se vetë policia thotë që ky është dënuar disa herë për të njëjtën shkelje. Kur shik është dënuar disa herë, pse ky njeri pas ka pas patentat? Mirë, megjithatë, Leonard, se unë e kam një shqetësim këtë nga ato pak biseda që kanë bërë me avokatë që janë marrë me këtë çështje. Ka dënime qesharake për aksidente me pasojë vdekjen e një individi. Ka dënime në masën 1 vit, ka dënime në masën 2 vite, 3 vite, ndërkohë i ke marrë jetën njeriut. Kjo është e papranueshme. To s'kam si ta kuptoj unë. Dakor. Makina është si arma. Tani është zëri se unë kam një armë në xhep se përdor, po e mbaj. Vetëm përdorim, mbajtja e armës është vepër. Imagjino tani makina. Duhet bësh shkallëzimi. Po jo s'ka çfarë shkallëzimi bëhet. Sepse ti domethënë dënohesh gati pothuajse nëse ti bën e gjymton një person, apo qoftë edhe kur ti je kapur 2 herë me pije. 1 vit e merr aty ose 2 vjet me gjykim shkurtuar e mbyllë historinë, pavarësisht se vepra penale për cilën ti ke bërë shumë herë më rënda e parë se ke e dyta. Këtu duhet bërë përshkallëzimi i veprës penale. Pra, nuk është një lloj si unë të kem pirë 2 birra dhe mua më quhen të pirë, dhe atë që ka pirë 1 fuqi me birrë. Po s'ka rëndësi kjo. Po pra, je me faj, pa faj, ke bërë aksidente, ke vrarë një njeri në rrugë, ke vrarë, minimalisht 5 vite. Pa faj nuk funksionon, nuk e funksionon. Pa faj. Si pa faj? Po ti në rrugë tënde kalon autostradën e idhin. Jo për këtë rast, po themi që nga pakujdesia, se mund ta për shembull Denis, nga rasti nga pakujdesia. Aksidenti, dëgjoj tani. Aksidenti mund të ndodhin gjithkujt. Edhe një person i cili është shumë i zotin makinë, është shumë i rregull. Po mirë, këtë po them. Po si mund dënohet 1 vit ai? Po prit tani është. Kjo është dramë, Leonard, është dramë. Po me dakord pra me këtë po merr dhe unë po të them. Duhet bërë diferencë. Edhe më pak dënohet. Jo, nuk dënohet më pak Denis tani. Se këtu tani po futin 1 vit burg për patent o burr. Po të rasin burg. Pra tani mos u bëjnë me këtë histori. I thuaj këtë pjesën. Këtu duhet të ketë një përshkallëzim. Neni 290 që rregullon normon këtë në drejtimin e automjeteve në mënyrë të parregullt, duhet të përshkallëzohet. Nuk është një lloj që ai që gjymton dhe e vret personin fare në aksident, dhe ai tjetri i cili domethënë përshkallëzuar. Është i përshkallëzuar, po jo deri në atë mas domethënë sepse përdesa po duan ta ndryshojnë. 12 do të thotë, jo, vetëm rast me vdekje thot ministri. Jo kur e lë me pasojë fizike. Ora një lloj duhet të diskutojmë është a e rregullon shoqërisë nëse japi më shumë burg pas vdekjes. Kjo është pyetja. Po e rregullon shoqërinë një shtet më i fortë para vdekjes. Po. Kodi penal shqiptar, sidomos në 290, ka psuar ndryshime të shpeshta, her pas here, dhe gjithmonë ka ardhur duke u rënduar. Nga ka sjellë ai pozitivitet kjo tek aksidentet rrugore janë shtuar. Pra, zgjidhja që ofron qeveria në të njëjtën mënyrë siç tham për rrypin, për pijen, për ndërtimin pa leje, ashpërso shto masat e dënimit, ka treguar që është e paefektshme. Çfarë do të thotë? Që nuk zgjidhen në këtë mënyrë. Çfarë do të thotë? Që qytetari duhet të edukohet, duhet të funksionojë dënimi administrativ.
ai sa çka faj qytetari që është i papërgjegjshëm në rasti konkret është rast flagrant dhe është për të diskutuar nëse jemi përpara shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor apo jemi përpara vrasjes me dashje indirekte, që është një debat goxha i gjatë, por nuk e ka fajin qytetari kur ti për të hyrë në Tiranë duhet të kthehesh djathtas, siç është bërë hyrja në Tiranë. Nuk e ka fajin qytetari që 90% e rrugëve në këtë vend doan i mungojnë në standardet normale për të ecur. Është arsye të shtypësh njerëz. Nuk është arsye të shtypësh njerëz. Ne po flasim për pasojat të rënda. Është arsye që nuk na lën mundësinë që qarkullimi rrugor të marrë një zgjidhje dhe një përcaktim dhe një edukim fiks. Është arsye që ai polici, siç thamë në rastin konkret, duhet ishte pa patent sot personi. Po nuk e ka fajin as prokuria, as gjykata, as dënimi, e ka fajin masa administrative. Gjitha duhet jenë bashkë që të arrijmë, sepse sidomos të shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor është më shumë edukim se sa pasoja është e fundit. Kur vjen pasoja, dëmi është bërë. 2 jetë fëmijësh të pafajshëm, një krim i jashtëzakonshëm